Ju përshëndes shikues të Radio Televizionit Shqiptar, ja ku i takojmë së bashku si çdo të hënë dhe të enjte në orën 21 live me ne dhe ekonomia. Sot në pjesë të parë të emisionit do flasim për një lajm të publikuar nga Banka e Shqipërisë, e cila njofton se qytetarët tani më do të kenë më të thjeshtë marrjen e një kredie për shtëpi. Në tremujorin e dytë, Banka Tregtare pritet që të lehtësojnë standardet e kreditimit për blerjen e një banese, ndërtimin e saj apo rikonstruksionin e një pasurie të paluajtshme. Njëkohësisht nga ana tjetër, banka do të tregohen kështu më pak të rrepta edhe sa i takon të gjitha kritereve që qytetarët duhet të plotësojnë lidhur me aplikimin e tyre për kredi. Ndërsa në pjesë të dytë do të flasim për paqen fiskale, një skemë të propozuar nga qeveria kundrejt bizneseve që synon të lehtësoj barrën e tatimeve fiskale, por gjithashtu një mënyrë të re marrëveshje e cila do t'i prezantohet bizneseve në datën 3 qershor. Ndërkohë nga ana tjetër, të gjitha këto masa lehtësuese do të kenë një afat 3 vjeçar për të gjitha bizneset, por si fillim juftoj të ndiqni insertin i cili lidhet me lehtësimin e kushteve për aplikimin për kredi dhe më pas kthehemi në studio për ta diskutuar. Qytetarët do e kenë më të lehtë të marrin një kredi në bankë për të blerë shtëpi. Sipas vërejtimit për aktivitetet kredituese të Bankës së Shqipërisë, në tremujorin e dytë, Banka Tregtare pritet të lehtësojnë standardet e kreditimit për blerjen, ndërtimin ose rikonstruksionin një pasurie të paluajtshme rezidenciale, që mund të jetë shtëpi, godinë, apartament ose truall, mbi cilin do ndërtohet godina e banimit. Kjo nuk kupton se bankat nuk do të tregohen shumë të rrepta me kriteret që duhet të plotësojnë individët për të marrë kredi, kriteret të cilat përfshin gjendjen e të ardhurave të personit që kërkon të marrë një hua, moshën e tij, statusin e punësimit dhe të tjera. Në tremujorin e dytë të vitit 2025, bankat presin që kërkesa për kredi të jetë e lartë, si për financimin e konsumit, ashtu edhe për blerjen e banesave. Megjithëse marrja një kredie për blerë shtëpi do të jetë më e lehtë për gjatë këtyre muajve, dhënia e kredive konsumatore nga banka do të bëhet më e vështirë. Standardet e kreditimit parashikohet të shtrëngohen për huat që merren me qëllim blerjen e mallrave ose shërbimeve për konsum vetjak. Nga ana tjetër, kërkesa më e lartë për financimin e konsumit dhe për financimin në blerjen e banesave ishin faktorët kryesorë që sollën rritjen e kërkesës për kredi në këtë tremujor. Po ashtu, niveli i përgjithshëm i normave të interesit, si dhe zhvillimet aktuale e të pritura në tregun e banesave, që mund të referohen pritshmërive për një rritje më të lartë të çmimeve të banesave në të ardhmen, sollën kërkesë më të lartë për kredi në tremujorin e parë. Vlen të ritheksojmë se viti 2024 është mbyllur me shtrenjtim të çmimit të apartamenteve si për blerje ashtu edhe për qira. Sipas vërejtimit të fundit të Bankës së Shqipërisë, çmimet e banesave në gjithë vendin nga qershori deri në dhjetor 2024 u rritën me 44%, ku shtrejtimi më i madh është regjistruar në Tiranë. Jemi rikthyer në studio për të diskutuar lidhur me këtë çështje me Reinaldo Pipiria, drejtor ekzekutiv i Inarea. Mirëmbrëma, kënaqësi t'ju kem në studio. Mirëmbrëma, kënaqësi jemi. Një lajm ky ndoshta i shumë pritur për të gjithë ata qytetarë që ndoshta mendojnë tani më në këtë vit të blejnë një banesë. Bankat në tremujorin e dytë pritet që të lehtësojnë kriteret, por cilat janë ato arsye, le të themi, që i kanë çuar bankat në këtë vendim? Po mendoj që pjesa që ka bërë lëvizje fatikisht Banka e Shqipërisë më herët, që ka zbritur normën bazë të interesit më pak se ç'ishte vitin e kaluar, në 2.75% nëse nuk kam gabim, në të njëjtën kohë mjaftueshëm kapital brenda sektorit bankar, pra po themi mjaftueshëm depozita brenda sektorit bankar, po edhe vazhdimi i performancës së tregut të pasurive të paluajtshme, duke garantuar rritje dhe duke siguruar rritje edhe për shkak të performancës së sektorit turizmit, i ka bindur institucionet financiare që ky vazhdon të jetë një treg i sigurt, dhe pse mos të vazhdojmë të investojmë në tregun e pasurive të paluajtshme, duke emetuar kredi të cilat në një farë mënyre janë të sigurta. Paktën edhe pjesa e kredive të cilat janë me problematik performancë kanë qenë ka njohur fatikisht ulje të vazhdueshme deri më pak se 2%, diku tek 1.7%. Po, ndërkohë nga ana tjetër, si pritet që të ndikojë ky vendim në tregun e pasurive të pronave të paluajtshme? Është një vendim i cili nuk mund të shkëputet nga gjithë pjesa tjetër. Në një moment që do të ketë ofertë, patjetër që do të ndihmojë që presionet e inflacioniste në tregun e pasurive paluajtshme të jenë më të vogla, por nëse do të vazhdojmë të jemi siç ishim në vitin 2024, ku pati një stagnacion për shkak të mungesës së procesit të rivlerësimit, apo siç jemi edhe në këtë vit për shkak të një viti zgjedhor, pra për shkak të pasigurive, vazhdimi i financimit nga sektori bankar do të rriti presionet dhe do të çojë drejt rritjes së çmimeve. Pra siç e kemi parë realisht, raporti i stabilitetit financiar, që është pjesë e vërtetimit gjeshmëjor që kryen Banka e Shqipërisë,
ka treguar që në 2024 çmimi mesatar i banesave është rritur diku tek 44.5%, dhe kjo ishte jo për shkak se ka vazhduar ka financuar sektori bankar, por për shkak të mungesës së stokut, për shkak të mungesës së rivlerësimit. Por kur i kombinon mungesën e stokut me një sektor bankar i cili vazhdon fuqizon blerjen, patjetër që do të çojë në rritjen e çmimeve. Përpos rritjes çmimit të apartamenteve dhe nëse këtu i referohemi Tiranës, nisur edhe nga statistikat në fakt që Tirana ishte vendi i cili kishte posuar rritjen më të madhe të çmimit për metër katror, ky lajm i prezantuar kështu nga bankat, çfarë do të thotë për të gjithë qytetarët që duan të blejnë një banesë në këtë vit të ri? Është një mesazh i qartë që është duke u bërë akoma më vështirë për të blejë një banesë, kështu që nëse kanë mundësinë ta blejnë sot, mos të mendojnë për ta shtyr më vonë, sepse trendi do të vazhdojë që do të ketë rritje, pavarësisht se ritmet e rritjes së çmimeve do duhet shikohen shumë kombinuar thash me faktorët e procesit të rivlerësimit, me barën fiskale, edhe me ofertën. Por një gjë është e qartë që nëse do vazhdojmë me këto kushte, do të jetë më e vështirë, kështu që do duhet të mos ashtyjnë shumë vendimarrjen e tyre për të pasur një pasuri paluajshme. Si një ekspert pa diskutime dhe i pasurive të paluajshme, a e mbështesni dhe ju fort frazën që është më mirë të blesh një pronë sot dhe të presësh, sesa të presësh për të blerë një pronë ndoshta edhe për shkak të dinamikës që ka pësuar çmimi? Nga viti 2016-2017 deri në ditën e sotme nuk ka pasur një rënje të çmimit. Pra gjatë gjithë kohës ka pasur një rritje të çmimit, në disa momente 8 deri në 12%, në disa momente më pak se sa 8%, por tregu ka njohur vetëm rritje për shkak të një kërkese të akumuluar, po edhe për shkak të sektorit të turizmit, po edhe për shkak të fenomenit Airbnb. Si pritet që të ndikojë në fakt i gjithë ky ndryshim, le të themi, jo vetëm në konsumin e të gjithë atyre që do të vendosin për të blerë një apartament, por edhe në ekonominë në përgjithësi? Pjesa e tregut pasuri paluajshme, sidomos për shkak se vazhdon të jetë një ofertë ekonomike krahasuar me pjesën tjetër të rajonit, do të vazhdoj të japi kontributin e vetë në rritjen ekonomike. Nëse shikojmë pasuritë e paluajshme, ndërtimi dhe sektori i turizmit kanë kontribuar 1/3 deri në 50% të rritjes së ekonomisë. Patjetër që ky sektor do të vazhdojë të kontribuojë. Sfida tjetër është nëse nuk do të kemi presion inflacioniste në pjesën e shportës konsumit, kjo do të jetë ndihmë, por nëse do të kemi presion inflacioniste në pjesën e shportës bazë të konsumit, do duhet të jenë vendime të vështira më pas për të marrë. Por nuk presim që ky sektor të ulë ndikimin e vet, sidomos duke ditur edhe projektet e reja të cilat janë duke zhvilluar, duke ditur edhe infrastrukturën, siç po punohet me korridorin Adriatiko-Jonian, me vazhdimin e korridorit 8, me aeroportin e Vlorës, me plane për aeroportet e tjera në gjithë Shqipërinë, kështu që duket që ky treg do të vazhdojë të kontribuojë dhe do të vazhdojë të ketë gjallërinë. Çdo presion që vjen nga shporta bazë e konsumit i vështirëson vendime, kështu që do duhet të kemi syt në atë drejtim. Ndërkohë, nisur edhe nga zhvillimet e fundit, jo vetëm infrastrukturore në vend, por edhe me të gjithë zhvillimin e madh në bum turistik që Shqipëria ka pësuar, le të themi në 2 vjeçarin e fundit, të cilat kanë shkuar paralelisht në një farë mënyre edhe me sektorin e ndërtimit. Si ka qenë trajektoria sa i takon kërkesës për blerjet një apartamenti apo banese, e cila mund të jetë edhe në funksionin e një Airbnb apo në funksionin e një biznesi mirëfilli? Kryesisht tregu ka një rritje, sidomos vitin e fundit, që ishte vetëmi vit që pati një rritje 4-5%, por më herë ka pasur 8 deri në 12%, vjet jemi ndikuar për shkak të procesit të rivlerësimit që bëri që stoku të ngurcohet dhe tregu vetë të ngurcohet, pra mos ketë mjaftueshëm ofertë, por në të njëjtën kohë nëse flasim sidomos për komponentët e kredidhënies, që arriti diku tek 550 milionë euro, me një rritje 13%, por nëse flasim dhe në investimet e huaja direkte, që janë të ndikuara kryesisht nga tregu i turizmit, që kanë arritur në 380 milionë euro, ne kemi parë që ka qenë duke performuar dhe ka qenë shumë i ndikuar. Airbnb në të njëjtën kohë duhet të jemi diku tek 30.000 njësi të listuara që nëse nuk jam gabim në 2023-2022 do të ishin pothuajse gjysma. Pra këto për shkak të sektorit të turizmit kanë qenë duke ndikuar në më shumë input dhe më shumë kërkesë dhe më shumë njësi të listuara. Kështu që faktori kryesor që ky treg është rritur ka qenë kryesisht turizmi, dhe në pas pjesa e kërkesës të akumuluar në periudhën 2007-2015, 2008-2015, pra për 7 vite që ka qenë një kërkesë e akumuluar dhe nuk ka pasur mundësi të shërbehet. Ndërkohë, sipas bankave tregtare, disa nga kriteret që do të lehtësoheshin lidheshin me moshën e aplikuesit, njëkohësisht me gjendjen e të ardhurave të tij financiare, por gjithashtu edhe statusin e punësimit. A kanë qenë këto mirëfilli, le të themi, disa nga kriteret që kanë qenë të pamundura për të siguruar një kredi apo do të bashkëshoqërohen edhe me të tjera? Sinjali që vjen nga bankat tregtare, po të bankat e
e nivelit dytë, duke që për këtë vit target janë rritur për të disbursuar akoma më tepër volume, po themi që shkon drejt pasurie paluajshme. Në një kohë bankat janë agresive për sa i përket, kanë filluar të jenë për sa i përket euros. Pra më përpara në vitet e kaluara ne nuk e kemi pasur mundësinë që të shikojmë oferta në monedën euro, për shkak edhe të turbulencave që kaloi Europa, sidomos për shkak të luftës në Ukrainë dhe për shkak të rritjes së Euriborit. Aktualisht ka oferta që vijnë nga sektori bankar me norma fikse të euros në 4% për 2-3 vitet e para. Çka do të thotë që ka një agresivitet nga banka, do të ketë lehtësime kushte sidomos për këtë kategori, ka shtrëngime kushtes, sidomos kur flasim për pjesën e raportit të borxhit në lidhje me të gjithë ardhurat. Pra sot bankat nuk e kalojnë 50%, pra këstet nuk do të jenë më shumë se sa 50% të gjithë të ardhurave, po flasim i gjithë ekspozimit, ku flasim për sektorin e pasurisë paluajshme, kryesisht shkojnë 25 deri në 35%, dhe në një kohë kanë filluar vetëm të tregojnë pak të kujdesshëm për sa i përket pjesës së financimit. Pra nuk e kalojnë, në shumicën e kohës nuk e kalojnë 80%, pavarësisht se në disa sektore, në disa banka të sektorit ka oferta 100%, por pjesa tjetër vazhdon të 80%. Vetëm këto dy kushte kanë filluar të shtrëngojnë shumë pak, pjesa tjetër janë agresivitet. Pra bankat do duan të disbursojnë, pse? Sepse sot shikojmë që vetëm 47-48% të gjithë depozitave në sektorin bankar janë të dhëna me kredi dhe vetëm 50%, por diku tek 4 miliardë euro, pra 3.9 deri në 4 miliardë euro janë të lidhura me tregun e ndërtimit dhe pasurive të paluajshme. Dhe vetëm 52% e këtij 4 miliardë euroshit janë të lidhura me tregun e residential, pra me tregun e banesave, po themi 2.1 miliardë euro janë të lidhura me atë sektor. Pra vetëm 13% e depozitave shqiptare janë të lidhur me sektorin pasurive paluajshme. Do të thotë që ka mjaftueshëm hapësirë, bankat kanë mjaftueshëm hapësirë për të treguar agresivitet. Nisur edhe nga kjo që ju sapo thatë Rinaldo, a vjen kjo si një strategji le të themi nga Banka e Shqipërisë për të rritur interesin ndaj blerjes së pasurive të paluajshme në këtë pikë? Mendoj që Banka e Shqipërisë faktikisht ka ndjekur kursin e kundërt, pra në një farë mënyrë ka kërkuar rritje të kërkesave të kapitalit në sektorin bankar për sa i përket lidhjes me pasuritë paluajshme, madje ka rritur disa kërkesa për sa i përket destinacionit të kredisë. Pra bankat tani janë më të vëmendshme dhe duhet të mbledhin më shumë të dhëna kur duhet të evidentojnë që kjo kredi po shkon për Airbnb apo po shkon për banesë të parë apo banesë të dytë apo shtëpi pushimi. Pra nuk është se ka ndjekur këtë trend, Banka e Shqipërisë ka qenë pak më kufizuese, por duhet kuptojmë që në fund ditës tregu financiar janë institucione korporata të cilët duhet të gjenerojnë përfitueshmëri, dhe aty ku shikojnë sinjale që ka përfitueshmëri dhe pjesa tjetër e ekonomisë nuk ta jep këtë mundësi, patjetër që vendosen të ekspozohen në këtë treg. A rrezikojmë kështu në këtë formë që të kemi më shumë kredi të këqija? Të gjitha statistikat tregojnë që kreditë e këqija janë ulur. Pra, unë sapo e përmendë që kreditë të cilat janë të lidhura me sektorin e pasurive, sidomos me sektorin e pasurive paluajshme, totali duhet të jetë më pak se 5%. Ato që janë të lidhura me sektorin e pasurive paluajshme duhet të jenë më pak se 2%, kështu që gjithë indikatorët thonë që nuk ka një risk në këtë treg. A mund të kemi nga ana tjetër një flusk sa i takon raportit kërkesë dhe ofertë nëpërmjet këtij opsioni? Do të kishim një flusk në tregun e pasurive paluajshme për sa i përket lidhur ngushtë me sektorin financiar bankar, vetëm në atë moment kur ekspozimi i sektorit bankar do të kalonte 75-80%, pra kam dhënë më shumë se pjesën ndërmuese të depozitave, pra 85% të depozitave të dhëna me kredi për pasuritë e paluajshme. Rasti i Amerikës tregon që një pjesë e sektorit bankar ishte diku tek 120% i ekspozuar. Pra jo vetëm që kishte dhënë gjithë depozitat, por kishte marrë dhe hua për të dhënë kredi për pasuritë e paluajshme. Do të kishim raste të fluskët vetëm në momentin kur pjesa e kredive të cilat nuk performon do të rrizeshin shumë shpejt dhe në një periudhë shumë të shkurtër. Ne kemi parë pjesën e depozitave e kredive të cilat nuk performonin në 2008 që ishin diku te 22-23%. Por edhe ajo arrit të menaxhoj, edhe për shkak të mos ndërthurjes, po themi mos implikimit shumë të sektorit bankar në pjesën e pasurive paluajshme, dhe do të kishim një rast të fluskët nëse do të kishim një sasi të madhe të kredimarrësve, sepse nuk do të arrinin të shlyejnë dot kredin dhe do të dilnin me vrap, pra një sasi pronash të cilët do të dilnin me treg për të shlyer shumë shpejt, për të shitur shumë shpejt dhe për të kthyer borxhin te bankat. Gjasat që këto të ndodhin janë të pakta, por mos thënë që janë shumë larg, pra nuk janë skenar të cilët imagjinohen, sepse sapo përmendë që vetëm 13%
ose nëse marrim dhe pjesën e kredidhënies për sektorin e korporatave, vetëm individet, që shkon maksimalisht 23% apo 25% të depozitave shqiptare mund të jenë të lidhur me sektorin e pasurisë paluajshme. Pra risku është 75% si tjetër që mund të amortizojë çfarëdo lloj risku që vjen. Po, ndërkohë duke marrë në konsiderat ose duke pasur një pasqyrë të gjithë situatës kredidhënies, por edhe pronave në Shqipëri, ku qëndrojmë ne në raport me rajonin, por edhe me vendet e tjera të Bashkimit Evropian? Di vetëm të them, sepse nuk i kam konsultuar statistikën me pjesën e rajonit, di të them që të njëjta sfida që jemi duke përjetuar ne si shqiptar për sa i përket pjesës së strehimit, të njëjta sfida janë duke përjetuar vendet e Bashkimit Evropian. Problemi për vendet e Bashkimit Evropian është sepse sfidat vijnë dhe kredimarrja në banka vjen për shkak të mungesës së stokut dhe çmimet janë të larta, për shkak se procesi i dhënies së lejeve të ndërtimit zgjat më tepër 4-5 vite, pastaj ndërhyrjet në qytete, në qendra, në lokacione të mira është pak më vështirë për shkak të ndërtesave me historik, ndërkohë që në Shqipëri fatkeqësisht sfida që vjen me pjesën e strehimit vjen për shkak se çmimet janë rritur, për shkak të mungesës së një stoku ekonomik dhe mungesa e stokut ekonomik nuk vjen edhe mungesa e konkurrencës nuk vjen për shkak se mungojnë lejet në Shqipëri, por bara fiskale është shaq e madhe sa e ngurtëson tregun e pasurisë paluajshme dhe bën të pamundur që këto prona të dalin treg, ose në një moment që dalin treg, dalin me deformime dhe dalin me fenomene të shmangjes së çmimit apo me evazione të cilët një qytetar i cili drejtohet një sektor bankare ka të vështirë të aksesojë, sepse kur ti shkon në bankë ti ke deklaruar gjitha të ardhurat dhe ti ke deklaruar dhe çmimin real të transaksionit. Ndërkohë që në Shqipëri fatkeqësisht duhet përballesh me këtë sfidë. Dhe kjo është vetëm e përbashkët që ne kemi me vendet e Bashkimit Evropian, që strehimin e kemi të vështirë, pa atje kemi të vështirë se mungon oferta, këtu e kemi të vështirë për shkak se kemi deformuar ne vetë. Cilat janë, le të themi, tipologjitë e banesave të cilat prevalojnë ose shohin që kanë më shumë interes në shitje nëse marrim në referencë Tiranën? Nëse marrim Tiranën, banesat që është e vështirë për të bler janë banesat 1+1. Për shkak se blien kollaj, pra po themi ka një blien kollaj, ideja që buxheti kërkuar është më i vogël për të hyrë në transaksion, restaurimi të kushton më pak, se ka më pak metra katror, edhe të qenit e tregtueshme është akoma më e lehtë, më e madhe mundësia, pse? Sepse mund të hapësh shumë kollaj me një qera, e cila mund shkojë 400 euro, 450 euro, mund të japësh shumë kollaj me Airbnb, për shkak se nuk ka shumë volum, pra mund të merret kollaj me një çmim ekonomik, por edhe për ta rishitur në të njëjtën kohë është shumë e kërkuar, sepse ne vazhdojmë të kemi moshën mesatare të Shqipërisë 37-42, për familjet e reja kjo është produkti kryesor i kërkuar. Kështu që 1+1 në Tiranë është vështirë ta gjesh. 2+2 pastaj 2+1 është më kollaj për ta gjetur. Ky produkt është shumë i kërkuar. Në të njëjtën kohë, për shkak edhe të fenomenit të Airbnb-s, po për shkak se edhe në qendër të Tiranës janë ndërtuar ndërtesa të kohëve të fundit, po themi kulla të cilat e kanë rehabilituar dhe kanë rritur nivelin e çmimit të zonës, kërkesa masive është drejtuar drejt periferisë. Kështu që shikojmë që në periferi tani po bëhet akoma më e vështirë për të gjetur prona, pse? Sepse çmimet kanë qenë duke u rritur shumë shpejt. Dhe treta e katërta është për shkak se qendra është shumë e kërkuar dhe për shkak të turistëve. Pra në një moment kur ti ke të huaj të cilët duan të vinë të kalojnë 6 muaj, një vit për ato vende të cilët lejohet që të jetosh, po themi, pa pasur leje qëndrimi ose pa marrë vizën shumë shpesh në Shqipëri, por edhe për ato të huaj të cilët duan të kenë një lokacion për 2 javë apo 1 muaj në Shqipëri, qendra është shumë e preferuar. Të gjitha këto e kanë bërë 1+1 të vështirë dhe qendër shumë të vështirë, duke drejtuar presionin në periferi dhe duke bërë dhe periferin tani shumë të vështirë. Dhe patjetër tipologjia e pronave, stoku i cili vjen ndërtime para 2015-s është shumë e vështirë për të gjetur. Pse? Sepse janë të ngarkuar me një barë fiskale. Pra kushdo i cili do të blej apo do të sheshë një pasuri të paluajshme që është ndërtuar para 2015-s, që fatkeqësisht ka qenë indikuar dhe nga një kulturë evazione apo kulturë shmangjes e mbartur, kështu që çmimi që është në letra për ato ndërtime para 2015-s vërtet mund të jetë shumë më i ulët se sa realiteti kur është bler, por ndërkohë që ti sot po shkon te formalizimi, nuk ke më shans që të bësh devime të çmimit, hapësira është shumë e madhe, bara fiskale është 15%, kështu që këto prona dhe të duash të aksesosh, duhet mendosh mirë. Sepse ke një barë fiskale dhe bën shumë të vështira për të gjetur. Pra ka pafund prona të cilët janë ndërtime të 2015 apo ndërtime të kohës xhaxhi përpara viteve 90, dhe është e vështirë për të aksesuar për shkak barës fiskale. Lokacionet kanë shumë mirë, por bara fiskale i pengon.
Po, së fundi edhe të pyes për zonën bregdetare, se një nga zonat më të kërkuara të Shqipërisë tani më, sa i takon pasurive të paluajtshme, me interes të shtuar besoj vetëm nga shqiptarët, por edhe nga të huajt. Cilën prej tyre do të veçojë dhe çfarë po ndodh në fakt me gjithë këtë treg në Bregdet? Gjithë Bregdeti i Shqipërisë, sidomos edhe për shkak të korridorit Adriatiko-Jonian, janë projekte të cilat janë të kërkuara, kanë një potencial. Patjetër që Bregdeti i Durrësit edhe Bregdeti i Vlorës, për shkak të projekteve elitare që janë duke u zhvilluar në Durrës dhe për shkak të projekteve elitare që janë duke u zhvilluar në Vlorë, pra Vlora Marina, Orikumi, pjesa e Sazanit, ka një kërkesë të shtuar edhe për shkak të bukurisë. Po i gjithë Bregdeti i Shqipërisë është mundësi për të shfrytzuar nëse dikush do të investojë që nga Velipoja deri në Saran ka projekte elitare, sidomos me korridorin, me zonën e re ekonomike, pjesa e Fier-Vlorës, është një pjesë e cila do të ketë shumë interes. Kushdo i cili nuk do ta kryejë investimin tani, por pak më vonë, ajo është zona që mund të marrë një përfitueshmëri shumë të lartë. Tuajt e kanë parë këtë gjë, metrat, po themi çmimi për metër katror në Shqipëri në zona bregdetare është diku 2500, 3500 dhe rrallë mund të gjesh 4500, 5000 euro për metër katror, pra vazhdojnë janë masivisht është e 3500 euro për metër katror, ndërsa nëse e shikojmë në krahasim me pjesën e Malizit, në pjesën e Kroacisë, je 7, 8 apo 10.000 euro për metër katror. Edhe me pjesën e Greqisë patjetër që është më shtrenjtë. Kështu që Shqipëria e ka përjetuar këtë gjë. Investimet tuaja direkte janë rritur, nëse s'jam gabim, diku tek 17%, janë 380 milionë euro. 25% e investimet tuaja direkte shkojnë pasuri paluajtshme. Tregu pasuri paluajtshme, 25% mbahet nga tuajt dhe nga shqiptarët jo rezident. Renaldo, shumë faleminderit për kohën edhe për të gjithë analizën e detajuar lidhur me këtë çështje. Kënaqësi, faleminderit juve.